Kemi një moment shumë të rëndësishëm për këtë format që e kemi mbajtur shetë. Por, jam shumë krenar. Të anonqoj se për herë të parë një program shqiptar realizon një shkëmbim ekskluziv të dy programeve. Big Brother VIP Kosova do të shkëmbej banor me Grande Fratello Itali. Varianti italian i Big Brother. Kjo është një përvojë e jashtëzakonshme, vetëm se Big Brother VIP Kosova po bëhet ndërkombëtar, por edhe që shteti i vogël Kosovë përmes këtij kanali do të përfaqësohet në Italinë e Madhe, në broadcasting gjigant të Berlusconit Mediaset. Big Brother VIP del Kosovo si parla italiano. E visto che noi del GF italiano siamo super ospitali, vi annuncio che presto verrà a farvi visita un concorrente del GF del Kosovo. Mi raccomando, non fatemi fare brutte figure. Ma che lo accogliamo noi, Simona! Con i migliori sorrisi. Dhe banorja që do të shkoj në Grande Fratello është Dolce. Si chiama proprio Dolce, vi faccio vedere chi è. Che bello! Ecco. È dolce però, È dolcissima! no, è un bel dolce. Parla al centro. È un babà. Parla italiano Dolce, è del Kosovo e parla italiano. Sarà vostra ospite in casa. Amo Dolce. Një super lajm dhe besoj që emocionet ishin të mëdhaja edhe pasi pe klipin. Çfarë po ndjen? Çfarë po mendon këto momente? Shumë emocione, s'po mendoj asgjë, jam shumë e lumtur.